Duhet flasim për parat dhe në munges të tyre, ne I drejtohemi dikujt, nëse ja marrim një familjari apo diku që njohim për t'i marrë hua, ose I drejtohemi bankës për të marrë kredi. Kur është koha e duhur për të marrë kredi, për çfarë marrin kredi shqiptarët, a janë kreditor problematik apo jo, dhe se në cilën monedhë duhet marrë një kredi për të fituar sa më shumë ne si qytetar, në euro, duke parë luhatjet apo në monedhën që ne marrim pagën tonë. Të gjitha këto pyetje marrin përgjigje nga një mik I programit, është zoti Bardi Sejdara, si është kënaqësi që jemi së bashku me më shumë se 40 vite përvojë në ekonomi dhe para. Dhe sidomos për ftesën në këtë fushë, po është fusha ime e preferuar. Ekspertiza juaj. Si jemi ne si kreditor shqiptarët, a jemi problematik, çfarë na tregojnë raportet e fundit, apo shlyejm në kohë? Si në çdo vend kredia është problematike, nuk është vetëm në Shqipëri, kudo është problematike. Ajo që është e rëndësishme në kredi dhe që unë duhet të falenderoj pavarësisht që ju e trajtoni në këtë pjesë të emisionit tuaj, që ka shikueshmëri dhe ndihet mjaft, por sidomos kur janë çështjet ekonomike janë shumë të ndjeshme sepse lidhen, siç e thash, me xhepin e qytetarëve. Do t'ju them disa këshilla që kanë vlerë. Ju thoni që kur nuk keni të ardhur, jeni detyruar të drejtoheni ose bankës për të marrë kredi, ose një individi tjetër për t'i marrë hua. Unë them që kredia gjithmonë ka një risk, por në momentin që ju pagueni në lek dhe merrni kredi në euro, risku është I dyfisht, për shkak sepse ju nuk e dini absolutisht se çfarë do të ndodhë në kredi afallgjatë, çfarë do të ndodhë me kursin e këmbimit. Prandaj sugjerimi I parë për kredin është merrni pagën në lek, merrni kredi në lek. Merrni pagën në euro, në dollar. Merrni kredi në euro, në të cilën ju merrni këtë kredi. Ka dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme që lidhet me kredin, për të cilën shqiptarët apo në përgjithësi ne si vend nuk kemi edukatën e duhur, nuk kemi informacionet e duhura, nuk kemi atë që unë e quaj edukim financiar, shumë pak. Nuk kemi ende sot në përshkolla një tekst apo një libër që duhet filloj realisht nga klasa e 6, 7 deri në klasën 9, pastaj të vazhdojmë më pas, që lidhet pikërisht me lekun, me përdorimin e paras. Edukata financiare. Është pikërisht kjo edukatë. Si kursehet, sa duhet kursehet, ku ruajmë kursime, se kemi edhe një problem tjetër që duhet të dimë ku të ruajmë kursime. Kështu që kjo mangësi totale, pastaj del tek niveli nëse ne e paguajmë dot apo se paguajmë dot kredin. E kërkojmë kur na duhet apo nuk e kërkojmë. Edhe një element tjetër që jam I bindur që do ta trajtojmë edhe në vijim, ka të bëjë me atë që njerëzit e shohin drejt për drejt. Njerëzit shohin që interesi I kredisë është 2%. Po, interesi. Dhe mendojnë që okej, unë kam pagën, mund ta shlyej 2%, po asnjëri nuk e di që ky nuk është interesi real I kredisë. Ai që është interesi real I kredisë quhet norma efektive e interesit, ne e quajmë ne, në të cilën nuk përfshihet vetëm interesi I kredisë, por përfshihen të gjitha shpenzimet, të gjitha detyrimet që ke ndaj një sektori. Pra, juve mund të duket që jeni marrë me 2% kredin. Po në fund fare kur ta paguani do ta keni me 12, me 22. Varet sipas bankës dhe varet sipas llojit kredisë. Pra, unë I sugjeroj të gjithë njerëzve që I drejtohen bankës për të marrë kredi, mos pyesin sa është norma e interesit, po të pyesin sa është norma efektive e interesit. Kjo është pyetja që duhet të bëjmë për të kuptuar se sa do të paguajnë në fund. Ne I famshëm, ne e quajmë ne, në normën efektive përmbledhen të gjitha shpenzimet të cilat duhet të përballoni në momentin që drejtoheni një bankë tregtare, një bankë të nivelit 2. Nëse nuk e keni këtë tregus, mos bëni asnjë llogarisë sepse nuk do të dalin asnjë rrethapet. Çfarë duhet të di një konsumator, një qytetar shqiptar përpara se të marrë një kredi? Tham, ne është rëndësishëm jo norma e interesit, 2%, 8%, 7% sa kanë bankat. Çfarë duhet të dinë paraprakisht përpara se të firmojnë? Shumë e drejtë. Në përgjithësi njerëzit I drejtohen bankës në momentin që të ardhët që sigurojnë nuk I dalin për të bërë një shpenzim të domosdoshëm. Këtu po flas që nga blerjet për kredin konsumatore deri te kredit për një shtëpi, fjala vjen për një makinë. Njerëzit duhet të dinë që së pari të bëjnë hesapin këtë që thash këtë llogari, nëse të ardhurat e tyre do të dalin në vite për ta shlyer kredin. Pra, mungesa, sigurisht, mungesa e shlyerjes kredisë, mungesa e pagimit të këstit, ka penalitetet që janë shumë të larta se sa në çdo vend tjetër. Shqipëria për fat keq ka një sistem bankar të maturuar, po them, të njohur, edhe një sistem I cili është në mbikëqyrje nga autoriteti mbikëqyrës si është Banka e Shqipërisë. Po ne kemi disa komisione apo kemi disa penalitete që vjen nga kredia të cilat janë më të larta në botë. Çfarë ndodh? Ja çfarë ndodh? Ju depozitoni para në bankë dhe ju japin 0,2 deri në 2% interes. Dhe thoni, okej, kisha 100.000 euro, më janë bërë kaq për vitin. Dhe sigurisht kur them këtë 0,2 duhet ta pistoni me 12, sepse të njerëzit e dinë se kur është 0,2 në muaj, 0,2 vjetore ose 2 vjetore duhet ta pistosh me 12. Por në momentin që ju kërkoni kredit, nuk ju jep asnjëri kredi,
me 5%, me 7%, po do t'ju japin 8, 10, 15 dhe 20% kredit dhe tash varet nga lloji i kredisë. Kështu që duhet të bëni pikërisht këtë llogari që të ardhurat tuaja dalin për të paguar të gjithë të këst dhe çdo të thotë nëse ju nuk e paguani do të këstën e kredisë në momentin që vjen afati maturimit. Përveç kësaj e rëndësishme është që a i keni ju të garantuar të ardhurat për tërë periudhën e kreditime, sepse një njeri thotë që po unë pagën sot e kam X lek dhe mua më dalin parat, po ju duhet të dini a keni një kontratë të ja kërkon te banka, a keni një kontratë afatgjat që të keni mundësi të paguani këtë këst kredit. Lloj garancie, pra. Sepse mungesa e këstet kredit, mos pagimi të këstet kredit çon atë që ne i quajmë kredit këqija, kredit nën standarde i quajmë banka e Shqipërisë. Dhe kreditorët problematik. Dhe kreditorët tu janë të tërë problematik. Këtu pastaj unë të një histori tjetër që po të më pyesni do t'ja u them, që ka të bëjë me mikrofinancën shqiptare, që është pikërisht një grup institucionesh financiare jo bankare, të cilat sot japin kredi. Madje 80% kredive në fshat janë të mikrofinancës shqiptare, jo të banka. Mirë, do mbërrim edhe aty me të drejtë për të folur për publikun. Një pyetje që ndoshta përsëritet në këtë studio, por do doja të dija edhe opinionin tuaj, duke njohur rrethanat edhe shtratin ekonomik të familjeve shqiptare. Jemi në periudhën që mund të marrim një kredi për shtëpi? Nëse do më pyesni personalisht, unë kam një këshill për të gjithë qytetarët dhe e them gjithmonë këtë. Nganjëherë kjo nuk ka sens të thuhet, po unë ju them njerëzve mos ju pafsha në banka. Mos ju pafsha në bankë. Arsyeja është e thjeshtë, sepse kam parasysh sistemin bankar që kemi ne, kam parasysh pikërisht këtë që ju me të drejtë pyesni kur duhet drejtohesh në bankë dhe sa është kosto e bankës, dhe po të kemi në dieni se cilat janë të ardhurët dhe shqiptarëve si sigurojnë ato sa janë formale dhe informale, në të tëra rastet duhet të hezitojmë për të shkuar te banka, sepse banka si një institucion i kontrolluar, i mbikëqyrur, sigurisht që ka standarde të përcaktuara të njohura dhe nga Konvendi i Bazelit. Ju mund t'i drejtojni bankës vetëm kur nuk keni të ardhur. Pra, ju doni të bëni një shpenzim në shtëpi, nuk ju dalin, kjo mundësia që ju thash të ardhurat e tuaja të ndara gjatë viteve nuk arrin dot, atëherë ju thoni, një mundësi është të marrësh UAT, dhe ne kemi pasur një problem shumë të madh me UAT. Ju kujtoj në 97-ën ju jeni të rinj, por në 97-ën kemi pasur një problem shumë të madh lidhur me firmat piramidale, me skemat Ponzi, po ju mund t'i drejtojni edhe një bankë të nivelit të dytë, sikurse ju thash që mund t'i drejtojni edhe mikrofinancës. Në të tëra rastet kjo bëhet si hapi fundit. Pra, duke parë se cilat janë të ardhur, duke parë se cilat do të jenë shpenzimet, në fund fare drejtojeni bankës për të kërkuar pikërisht element që doni ju. Ju doni për të marrë 100.000 euro për blerë një shtëpi, dhe sigurisht pastaj duhet të llogarisni se kur shlyhet ky 100.000 euro. Duhet ta bëni këtë hesap përpara se sa të shkoni në bankë. Duhet ta bëni këtë hesap duke pyetur për këtë nejin e famshëm, normën efektive të interesit, sepse vetëm mbi këtë bazë ju shikoni nëse jeni të aftë ta përballoni atë që kërkon banka. Sigurisht që këtë gjë e bën dhe bankat, sepse dhe bankat kanë interesin e tyre dhe ato nuk duan asnjëherë që të kenë klient me kredit këqija apo klient që nuk e përballojnë dot kërkesën e bankës. Por ju thash, do të marrësh kredi? Po, vetëm në momentin që e shikon që e ke të domosdoshme. Ka njerëz që marrin kredi për të blerë mjetër luksi, për të marrë makinë të shtrenjtë e tjera, po nuk gjykojnë asnjëherë se si do të shlyhet kjo kredi. Se cilat janë kushtet në të cilat kjo kredi shlyhet nga bankat e nivelit dytë. Se cilat janë mundësitë, pra sot ju mund të keni një makinë luksi, 200.000 euro, dhe ju nuk e shlyeni dot kësën e kredisë. Makina aty është, nuk ju vlen më. Ju duhet paguani që të mos merrni penalitete. Ka shumë. Edhe në Shqipëri më ka rënë rasti që kam parë miqë shok të cilët thonë unë e dua këtë, ne kemi një çik shqiptarët që pse ka filani të pendon. Shqiptarët kanë një shprehje shumë të bukur, shtrikën mbas sa ke organi. Në momentin që nuk e bën këtë gjë, mos i drejto bankës, sepse banka në çdo rast është e detyruar të fitojë. Po ju them një element që unë kam pasur gjithmonë probleme dhe për cilin kam shkruar. Bankat kanë ardhur në treg të fitojnë. Nuk duan t'ia dinë shumë se cilët janë klientët, se sa para marrin, se ku i marrin, se sa depozita kanë e tjera. Në fund fare finali e tyre është cili është fitimi i bankës. Madje në vitet e Covidit, apo qoftë edhe në 97, për shembull, po qoftë edhe në kohën kur ishte Covidi, kur njerëzit ishin për shtëpi të mbyllur, më bënte përshtypje një gjë, shikoja bilancet e bankave, të bankave të Shqipërisë. Shikoja bilancet e çdo banke tregtare në nivelin dytë. Edhe pse e dija që njerëzit nuk kishin mundësi të shkonin në bankë për të marrë kredi, se ishte Covidi, ose në 97 parat kishin ikur në tjetër vend. Bankat kishin fitim të jashtëzakonshëm, 40 miliardë, 45, 47 miliardë. Sepse kemi këtë sistemin që thash të komisioneve dhe të interesave që është unikal. Pra, unë nuk e di, kushdo nga ata që më dëgjon tani mund të klikoj te webi i Bankës së Shqipërisë dhe të shikoj se cilët janë komisionet që paguajmë ne. Se nuk është një,
janë 33 komisione që paguhen për të gjitha shërbimet që afrohen bankë. Të gjitha këto komisione duhen marrë në konsiderat në momentin që i bën atë llogarinë, atë hesapin që thash në fillim fare kur duhet i drejtohesh bankës dhe kur ke nevojë të i drejtohesh bankës. Vetëm pasi të marrësh në konsiderat këtë spektër të gjerë të këtyre komisioneve, vetëm atëherë do kesh mundësi. Arsyeja është e thjeshtë, bankat tonë në çdo rast që ne jemi të detyruar të kemi këto komisione, sepse Shqipëria është një vend me risk. Ne kemi të rritën që quhemi vend me risk. Dhe jemi ne të vetmi në rajon apo kemi edhe disa të kushtet në të cilat kemi pjesën që lidhet sidomos me komisionet, ne jemi unikal edhe në Ballkan, edhe në Europë, po të duash, sepse thash, kjo ideja që thanë që kanë CEO të bankave, apo drejtuesit e bankave, apo pronarët e bankave, qofshin bankat private, është që Shqipëria ka risk dhe ne duhet ta bëjmë riskun, ta zgjidhim. Banka e Shqipërisë ndryri shumë kohë më përpara pikërisht duke afruar previzione, duke afruar që në momentin që ti deklaroje një nivel të caktuar të kredive të këqija, ti nuk kishe mundësi që të paguaj detyrimet që kishe banka. Kemi një liçne edhe një udhëzim të Bankës së Shqipërisë që thotë ju kalojni kredit e këqija që janë paguar, si previzione, pra previzione janë detyrimet që ka banka për të vënë, sepse në fundit banka ka thjesht paratë e qytetarëve, i merr ato dhe i jep kredi, janë paratë tona, ato që ka banka, banka s'ka paratë e veta, dhe pikërisht në momentin që ke nivel të lartë të kredive të këqija, ti e detyruar që të mbulosh pikërisht këtë pakesë, këtë para që të mungon për t'ia kthyer, sepse mua mund të më bjerë ndërmend nesër që do vi dhe do kërkoj në bankë të gjitha kursimet e mia. Paratë tua pa Dhe më japësh se s'bën. Po kur thua që i kam dhënë kredi dhe s'më kthyer kredia, atëherë kjo është zgjidhur. Këtu ka një lehtësi fiskale, një amendim që është bërë ligjit që bankave nuk ju merret ky detyrim. Sigurisht që bankat asnjëherë nuk e fshin se kam dëgjuar fshihet kredia, nuk fshihet kredia, kredia është tërë jetën, sa ti është gjallë, është pjesë e detyrimit që ke për ta paguar. Po çfarë do të kush ndahet nga jeta? Nuk është kontratë para prakë. Ka një gjë tani që është tërësisht shqiptare dhe kjo, dhe që për këtë ka filluar një hetim i autoritetit konkurrencës, ka të bëjë me një dukuri shqiptare që është bërë që quhet sigurimi i debis apo sigurimi kredis. Ditën që ju merrni një kredi, ju nuk e dini që në faqen e fundit të kontratës, e cila përitës vërtetës nga njërë kalca gërma 6 në fund, që nuk i lexoni dot, aty fshihet djalli fshihet në detaje, dhe aty të shikoni që juve keni siguruar jetën tek një shoqëri sigurimi. Pra, 2.5%, po them, e shumës kredis që keni marrë, i kalon kësaj shoqërisë sigurimi. Po, siguracioni jetë, dhe quhet ata, apo jo? Siguracioni debis. Siguracioni jetës është një gjë tjetër, shkoni e bëni vetë ju individ. Në momentin që merrni një kredi në bankë, banka nuk ja jep dot kredin pa bërë sigurimin e debis apo të kredis, që lidhet me personin. Nëse unë do kem jetë që ta shlyej të tërë kredinë në periudhën që duhet, okej, ajo para prapë më ikën, po gjithsesi nuk paguan dot institucioni sigurimit të kredis. Pra, kemi shoqëritë e sigurimit që të. Nëse mua më ndodh që të mos kemi jetë pasi ka marrë kredinë, sigurisht që institucioni mbi bazën e kësaj deklarate, shoqëritë e sigurimit, janë detyruar të paguajnë bankës pjesën që unë s'kam paguar. Ne kemi 1.9 milion qytetarë shqiptarë që mund të kenë marrë kredi deri tani. Unë di që janë 2 ose 3 shoqëri sigurimesh që mund të kenë dhënë miliarda dhe miliarda me parat e kredis. Pra të 2.5%. Pra ka forma alternative të si pasurohen. Kjo është arsye që autoriteti konkurrencës sot ka filluar një hetim për të parë se cilat janë bankat dhe cilat janë shoqëritë e sigurimit që kanë bërë një lidhje, që kanë vendosur një marrëveshje të fshehtë ose jo të fshehtë me njëra tjetër me qëllim që të përfitojnë pikërisht të 2.5%. Që të sqarojmë atë çfarë ju thatë pak më herët, publiku nuk e di që nëse merr një kredi një herë është kreditor i përjetshëm. Kredia që merret në çdo rast, duke qenë se nuk janë paratë e bankës, je detyruar ta kthesh, pavarësisht artificës që ka zgjitur Banka e Shqipërisë që nuk ja njeh. E ka fjalën bëmi praktik, e zëm, unë dhe Alma kemi marrë nga 5 milion. E paguajmë me atë normën e vetë të interesit. Një 7.5 që shkon. Një 7.5. Pasi e paguajmë. Me ulta tash. Po, kemi ndonjë detyrim bankës më? Jo, në momentin që ju shlyeni kredin, me të gjithë detyrimet që thash me këtë nejin e famshëm, normën efektive të interesit, ju lirojeni nga çdo bankë. A duhet të shkojmë dhe ta mbyllim kredin sepse është një procedurë të cilën publiku nuk e di? Jo tret banka vetë, banka është detyruar që t'ju trazet thotë, zotëri, sot ju shiko, banka ka një plan amortizimi quhet. Në momentin që merrni një kredi, duhet ta shikoni që në faqen e fundit të kredisë është një tabelë në të cilat thuhet viti kaq dhe viti që shlyen kredin. Dhe në çdo kollon, janë 6-7 kollona aty, në çdo kollon tregohet sa është principali, sa është interesi dhe si e keni shlyer gjatë gjithë kohës. Në momentin që vjen fundi i shlyerjes kredisë, aty thot 0. Pra i keni shlyer edhe detyrimet dhe principalin, pra edhe atë. Në momentin që thot 0, në mënyrë automatike ju nuk keni asnjë detyrim.
Po për të qenë korrekt me veten, në çdo rast duhet të shkosh në bankë dhe të thuash, zonjë zotëri, unë kam marrë një kredi në datën kaq, me afat maturimi kaq, se 10 vjeçare, 15 vjeçare, ky është afati maturimit, me normë interesi që keni ju, dhe ajo ju nxjerr pikërisht të planin e amortizimit, që është plani mbi të cilën nuk keni shlyer kredin tuaj. Për çfarë kanë marrë kredi shqiptarët që dhe ty të kanë habitur? Për çfarë nuk kanë marrë kredi shqiptarët? Pushime? Sa të duar që janë kredi konsumatore. Makinë e shtrenjtë? Sa të duar. Janë kredi, shikon, në momentin që merrni kredi konsumatore, kostot janë shumë të larta të kredit konsumatore, sepse kredia konsumatore nuk ka kolateral, pra nuk ka një produkt apo një ngjarje që ti ta lesh penk. Nuk e lën gjë penk, merr kredin. Unë kam marrë një kredi për vajzën, me kolateral, vajzën e kam studente në Gjermani, kështu që nuk kam lënë asgjë penk, kam marrë kredin për të vazhduar shkollën. Jam e detyruar të paguaj sipas atij standardi që ka banka. Kredi të tjera, si që thash për shkollën, kredi për shtëpi janë mjaft të rëndësishme. Dhe janë rritur. Është investim kjo apo jo? Veçanërisht, sigurisht, është investim, po duhet padur kujdes, siç u thash, në normën e interesit të një kredi. Sepse ju mund ta merrni dhe në momentin që merrni kredi për shtëpinë, keni shtëpinë hipotek. Pra shtëpia nuk është juaja. Deri ditën, pavarësisht që ju banoni në të shtëpi. Deri ditën që ju shlyeni 100% kredi në bankë, ajo shtëpi është e bankës. Kjo është pjesë kollaterale. Kredi për bizneset janë shumë të rëndësishme. Sot një pjesë e mirë e bizneseve nuk kanë kapital për të shlyer ose për të realizuar procesin që realizojnë, janë të detyruar që marrë kredi merr dhe qeveria. Madje kemi disa dukuri të fundit që qeveria jo vetëm që merr kredi për vete, po ka një rast kur qeveria jep garanci bankare. Juve merrni një kredi, jeni po them një kategori njerëzish të cilët duhet të stimuloheni për një politikë të saktuar nga qeveria dhe garancinë bankare e jep qeveria. Pra, po them tani, Bankën e Zhvillimit vitin tjetër, banka shkruar është bërë, po vitin tjetër fillon kredit. Te Banka e Zhvillimit ka për gjithë ata që do të marrin një kredi nga kjo bankë, është bankë që i dedikohet SME-ve, ndërmarrjeve dogële të mesme. Nëse bëni kontratë për këtë çështje, ju e keni interesin 2%, ose nëse s'bëni kontratë me garancinë financiare që thash të Bankës së Shqipërisë dhe të qeverisë shqiptare, ju e keni 3.5%. Pikërisht ky element që banka mbulon normën e interesit të ndryshme nga ajo që paguani ju, deri te norma e interesit që ka banka, është pjesë e garancisë që afron qeveria shqiptare. Ka disa dukuri që kanë ndodhur në vitet e fundit, garanci është afruar veçanërisht për një kërkesë për 4 miliardë që kanë kërkuar bizneset e fasonerisë, ato kanë kërkuar, nuk është realizuar. Ka dhe tani një kredi që kërkohet dhe që merret, që ka Ministri i Bujqësisë. Por në të gjitha rastet njerëzit hezitojnë pikërisht për shkak të kësaj normës efektive të interesit, sepse nuk mund të jetë 2% kur nuk përfshihen dhe të gjitha shpenzimet që ke në bankë. Janë të gjitha shpenzimet dhe të gjitha detyrimet. Nuk është ajo vlera që shikohet, asnjëherë nuk është ajo. Prandaj ju them të gjithë njerëzve, ata që kuptojnë ne, ju themi gjë tjetër. Shkoni në bankë dhe thoni, sa kredi më japësh? 100 milion. Bukur. Tani do më thuash që për sa vite? Për 15. Do më thuash që çik në vitin e 15. Sa është totali dhe do bësh diferencën midis asaj që të thotë në fund të vitit 15 dhe kësaj do e shikosh që nuk del kur 2%, nuk del kur 3%, nuk del kur 4%. Por del gjithmonë siç tham të vërtet. Kam një pyetje që ndoshta shkon përtej bankave, lidhet më shumë me biznese që mund të kenë një marrëveshje me bankat, por mendoj që është në interes të gjithë atyre që po na shohin. Blerjet, ofertat, reklamat, bli një produkt me 0% interes. Çfarë nuk di publiku pas këtyre blerjeve të ndara në këste një periudhë të saktuar. Këtu te mikrofinanca tani. Mikrofinanca. Këtu ka dy dukuri. E para, ju keni blerje me 0% interes, sikurse keni dhe një dukuri tjetër që mund të depozitoni, mund të merrni paratë sot, s'po përmend emra për të mos bërë reklam, mund të merrni po them 60.000 lekë tani dhe po kuptoni prap 60.000 lekë. Pra, është kësti i parë që merrni një kredi dhe mbas këstit parë, sigurisht që nuk keni më mundësi të merrni këstën e dytë, sepse kësti i dytë ka kost. Pjesa që përmendni ju me të drejtë ka të bëjë me pikërisht me këtë elementin që zgjedh banka. Ju thoni që pse më thot me 0% interes. Një pjesë e mirë e kompanive që japin kreditë të tilla dhe këto janë kreditë e mikrofinancës, e kanë të zgjidhur problemin me kompanitë të cilat ajo shesin produkte. Pra, unë shkoj te X kompani, mikrofinance, dhe i them që duhet ta blej këtë vazon me lule. Po thot ai, po çmimi i kësaj thotë është kaq, është fiks, nuk e lëviz dhe ti shikon që është poshtë çmimit që ka. Ndërkohë kompania ka negociuar me kompaninë, kompania e mikrofinancës ka negociuar me këtë dhe thotë për çdo shite që të bëj unë ty, ti duhet më japësh kaq nga kjo dhe ti e shikon që e ke 0. Vetë aty e paguan me çmimin që ka ajo, do thua e ka marrë. Kompania që të ka ofruar këtë mundësi e ka marrë përqindjen nga biznesi. Kjo bëhet për një arsye të thjeshtë, sepse ka një numër biznesesh që kërkojnë që të shesin produkte dhe të kenë se fitimi vjen nga shitja, sa më shpejt të qarkulloj malli, aq më mirë është. Kështu që
përpiqen që të zgjidhin, të lidhin kontratë, të zgjidhin me konsumatorin, mos ja marrin konsumatorit të gjë, ndërkohë që këtë e merr vetëm kompania tjetër që është mikrofinanca. Tani të mikrofinanca është histori e gjatë dhe e gjerë në Shqipëri, ne kemi një 3-4 veta që janë në nëntim penal, janë në burg, sepse lidhet me çështjet që kam të bëjmë në një abuzim që lidhet, po Banka e Shqipërisë e ka zgjidhur sepse ka miratuar dhe një rregullore tani që ka vendosur disa parime, disa principe që ju nuk mund të rriqni kredi pafund, ju nuk mund të merrni jashtë të ardhurave që keni me radhë. Po norma e interesit e institucioneve financiare jo banka, mikrofinanca, sigurisht është shumë e lartë, sepse institucioneve financiare nuk kanë para si që kanë depozitat, si që janë depozitat e bankët e nivelit 2. Ato marrin dhe ato kredi në bankë, për ta dhënë ty kredi, marrin kredi në bankë dhe të japin ty, dhe të japin me 50, 60, 70, ne kemi patur këtë dëkurin që o përmenda që janë në burg, me 250 dhe me 300% kredi. Imaginoni të merrni 100 euro dhe të paguani 300. Të falenderojmë shumë për gjithë informacionin, besoj kemi treguar shumë publiku se çfarë duhet të bëj dhe çfarë nuk duhet të bëj. Dhe kjo është më e rëndësishme kur vjen puna te kredit. Unë ju falenderoj, ju fola një çik shpejt me qëllim që të thoshim shumë gjëra. U munduat na tregoni diçka që ne na duhej, por më shumë i duhej edhe publiku. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi, gjithmonë mirë pritur. Mirë, publiku do i themi qëndrojmë ne për të parë se çfarë do trajtojmë në pjesën e fundit të Mesdritës për sot.